Më tha që të pëlqen Leonora Jakupi, Shkurtë Feza, Dafina Zaçiri, 3 zhandre të ndryshme me njëra tjetrën, nuk e di sakt cili është zhandri që keme e këndu kur trites ose që ki qefti. Unë ende nuk e kam vendosur, por njëherë për njëherë kam qef më shumë këngë me patriotizëm. A po? Po. Pse të pëlqen ashtë? Se kam qef me nderu atë dhejon tim. Okej, bravo. Po besoj në programet shkollës ke këndu edhe këngë të tilla. Po. Të kujt ma shumë të Shkurtës garant? Po, të Shkurtës e të Leonorës. Të Shkurtës e të Leonorës. Cila këngë e Shkurtës pëlqen ma shumë? Pa duvak s'ka mu banus edhe mora fjallë. A mora fjallë është një prej këngëve ma të pëlqyne në Kosovë, jo vetëm të Shkurtës, sepse Shkurta e ka kretë këngë të mira, por një ndër këngët e prej gjithë këngëtarëve është kjo që pëlqejet mas shumë ti. A e këndon edhe këta pak, Jona? Po. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thur kang bash legendarit, ti këndoj Ademi Asharit, ti këndoj. Bravo, Jona. Unë kënaqa shumë me ty, unë shpresoj që mos të ndalesh edhe të vazhdosh me ndjek ëndrrën Jona edhe të bësh këngë shumë, edhe sa herë që bën këngë të reja të pres në studion e familja Jona. Faleminderit shumë. Pata shumë kënaqësinë që të pata. Faleminderit. Të dashur miq, ka qenë Jona Krasniqi nga Lipjani, një nxënëse e shkollës klasës së 5, e cila njëkohësisht përveç shkollës mirët edhe me muzikë. E tha që idolli ka Leonora Jakupin, Shkurtë Fezën dhe Dafina Zaçirin, por që më qef dhe me më shumë dashni këndon këngët patriotike, sepse dëshiron t'i këndoj atë dheu të saj. Jona ka korru shumë çmime dhe shpërblime në vitet sa mirët me muzikë. Për gjithë ju që doni me e pa Jonën, e keni kanalin e saj Jona Krasniqi në YouTube.